përballoj dot mos jam shumë e smur, jam shumë pa qef. Edhe nuk shkon kështu me prish veten, me prish krejt. Për çka? Për sa në të kota. Unë e shkatrova këtë që ti me këtë problem, okej? Ka dalë. E di që më ke dashur, më dën, e di, por nuk dush me jap veten që ka shumë. Ke qenë ti që kur ka ardhur në këtë shtëpi, që me paramendim ke zgjedhur emrin tim për të nisur diçka. No. Po. Që jashtë kur dalim, folim, okej? Për qafi? Pa shpirt. Kam fal. Me shpirt fal. Vëllai i madh ka marrë vendimin që konkurrentja e Eglitako për arsye shëndetësore të ndërpres menjëherë garën. Egli që ka ikë nuk me Egli për menjëve, që ku bonë? Ashtë e që kjo këm gabim që jëm ka dzujnë vërtet. Ashtë të ndoshtë në hajt, dhe me kone e lumë të re. Përshihet emocionalisht edhe kur e do dikë, e harron veten e saj, është e gatshme që të vetë mohohet, dhe që ta dhe veten time të shkatruar një moment, këtë nuk mund t'ja toleroj më vetes. Doja dhe vazhdoj të dua të dal nga ajo shtëpi me kokën lart, si vajza që hyri në atë shtëpi. Kam thënë më fal për shumë gjëra të cilat nuk kanë qenë asnjëherë faji im. Për mua është një sfidë shumë e madhe me veten time, për të qenë e mirë me veten. Për qafi, as për qafi. Haj, ma bune, haj për ta bëj, s'di që pas ka ndryshu që do sënë. Po të emocione kur e pova, më duk që erdhë ma e vedisume, ma e mush me men, pak e ftoft me mu. Po nuk më impresionoj për reagimi as kujt, shumë e pritshme. Ka qenë edhe gabimi im, s'kam vendos veten time të parë. Nuk do mundej kur një lojtar ta ulte veten aq shumë sa kam ulur unë për një njeri tjetër. Pra se ti u dedikove vetëm për lojën e tij. Thjesht njeriu duhet me zënë mend. Nuk e di që shka me shku situata. Kam dëgjuar dhe parë shumë gjëra. Nuk ka vlerë, aq më tepër kur jam trajtuar ashtu si jam trajtuar. Mos vazhdo më ta aktrosh këtë gjë. Was kam lënë vën, pat për nën. Was petëm ke dole për një zemrës tem. O Egli jam se s'po foli me mu. Qysh për 9 ditë dashnia ko ka shku. Am ke thonë që e shumë te e du. Ma dim ty u shumë pasha. Ti të ndën e do shumë, ta dua dhe unë pak veten time apo? Vetëm ty. Po më vishë shako kështë të bëmë, kur gjallë tjetër. Tu pa hajgare në ashta mundet edhe me pas një kontakt me gjithë me full. Nëse vendos dikush, nëse do flasi dhe kur do flasi, jam unë. Nëse nuk të pëlqen kjo gjë, nuk flasim asnjëherë dhe është okej. Kur kalon ato veprimet në mëtejse shoqërore, e kam pyetur që ma thua çfarë jemi, nëse jo këtu, po jashtë ke ndërmend që të zhdukesh, të ikësh apo ka thënë jo, absolutisht jo. Për gjendës që ke pas nuk po du, me ardhë fillë edhe me full me ty, se mune në ashtam me pas në keq kuptime, mund zea pet situata, mund është mu po keq. Ti ke gabimet e tua, mbaj përgjegjësi për veprimet që ke bërë kundrejt meje, duke më lënë të kuptoj diçka tjetër dhe duke më thënë diçka tjetër, dhe ti je gjesti këtu dhe unë jam Eglitako dhe secili ka kuptimin e vet. Jo, ke pas bë mundësi këtu me fol me mua ti. Ke pas 2 muaj gjysmë. Dhe se tash ti ka mundësi na halo, se s'ka. Jo, nuk kam mundësi, kam bërë mundësi. Kështu që jo, tani mundësit janë vetëm nëse dua unë ti. Ai do t'ja di vetëm për një vajzë që e do. Edhe për atë mendoj që s'do t'ja di. Ku për dinegli që kam jashtu ne, me shpifje nuk po du, me i kësaj pune, nuk kërkon jashtë. Por me mlefa, ku me ditë më që ka pa jashtë. Do doja gjithashtu të tregoja një klip. Me dashura i me Egli. Ku për më si dal jashtë kam u zhduk. S'ko ma paso rati. Nuk dhe të s'ti që ato ndohë. Unë i kam për vetes një premtim që unë nuk do derdha asnjë pikloti më. Edhe marr frym thellë dhe dua vetëm ta bind veten time dhe t'i them vetes time që kjo që pash tani nuk është një surprizë. Gjesti, po e nis me ty? Se pas na pa unë që ato që po ka dalë, okej, rregull. Jo, kjo është hera e parë që këto planet transmetohen në shtëpi. Po besoj e mban mend atë dhomë rrëfimi, apo jo? Po, e maj me normal se unë jem konë. Ato që kom thonë, kom u zhduk, s'kom ma pas sëratin, nuk konë të situata e nishonit kër e nga përla. Po.
Normal se çdo çift që përlahet bashkohet, nuk është najsan. Që ato postime që i pash... Janë postime që Egli ka bërë në kohën që ishte jashtë shtëpisë. Po, në ku pas do dyshime për Eglin. Pse nuk ja treguat edhe ato gjërat e mira që kam shkruar për të? Në rregull dhe tash pret foli. Po që ato postime që i pash... Mund t'ja tregosh ti Egli nëse do. Se nuk ka dashur diskutoj këtu me mua. Jo, po them, nëse ka diçka që mendon që në klip nuk ishte e përfshirë dhe nëse me mendon të udhës që gjesti ta di, mund t'ja thuash. Absolutisht, unë jam shumë e qetë për çdo gjë që kam shkruar në atë postim, është vetëm e vërteta që... Po, prandaj them që... Dhe madje jam treguar shumë qytetarë dhe shumë e kujdesshme. Po, nëse ty të duket sikur brenda klipit kishte gjëra që mungojnë dhe që gjesti duhet i di, feel free që t'ja thuash, ndjehu e lirë që t'ja thuash. Po, gjest. Që të postime që i pash tash po më shtin ma shumë me dyshu. Me dyshu çfarë? Me dyshu që ardhën me një qëllim shumë të keq ndaj meje. Absolutisht. Jo, po. Tash të kalzej pse. Jo, tash të kalzej pse. Se në fillim si ardhë mu ke gjujtë edhe mu. Mu edhe rëzonës jeni njejtë ma bëjshë e jo s'du me foli, anena, jo kënena, unë të këmë thonë që du me të leon kohën tonë. Kjo s'është e gjuajtur. Jo, veç pak, Kim je gjuajtur veç pak, unë të këmë thonë që s'du me foli. Duke kënduar postelar, duke më gjuajtur me objekte, duke ardhur, duke u afruar. O me bëha i gore, po. Pa bërë një diskutim të paktën për aq sa kam bërë këtu në të shtëpi për ty. Do të bësh hajgare akoma? Apo më lënë të kryta në folti? Pa bësh një diskutim njerë si burr? Okej, vazhdojmë. Vazhdo. Jo, po mos justifiko ato gjërat e tua se nuk të justifikojmë. Po vazhdo dhe. S'të justifikojmë. Po ne vazhdo. E di unë që ti vetëm keq do të më nxjerrësh mua. Vazhdo. Ke tëndën këtë. Vazhdo dhe. A kine sa me thonë? A te kry? Po. Po. Qysh prej fillimi, kur ja ardhë, unë s'këm dosh. Këm dosh me të leon kohën tonë. Jo si Rozana Radi fill me të gjytë, kënej këshe po du tash fill me të nëzirë këtë për i hunëve, e të këptu. Kom thonë një 3 dit, leon, mas 3 dit e kur dush ti, hajde me full, ose vijone, kur dush. Se për gjendës që e dollë, ashta dhe mund është halon më kone ndiku me sane. Okej? Ta shti. E që ato ndikimi që po thu që na në krevet, të kom dhonë diqka ma shumë në ty, shaja, të kom dhonë ma shumë në ty diqka me shikime sane. Si ke dhënë? No, ta më thonë, ti pas ke dollë jashtë, me siguri pas ke po, që ko ke dollë keq, anaj sen zotëruna, ku me ditë, veç pak, veç ta spjegoj. Ta spjegoj që po ma mërmena mu si pas sjellën tuja, që është po sillesh. Veç pak. Me siguri ke po nëj koment posesive, senës ka peqy veta që është je dollë, ta shë këthy kohë, apo din, edhe me më thonë mu që me të, une, diçka ma shumë a im ka jep mu shaja, jo naj komunikim, jo naj sen, mu nuk mush mu afut kështu me më qitë kesh e Po ti kam thënë që këtu në ty ato, po ti kam thënë që këtu në shpi. Zemër ti e orë pja ti hita shtjetër qysh tjetra. Zemër ti kam thënë që këtu në shpi ato fjallë. Kam thënë edhe diçka që më ka pengu, sot të kreveti, kur fëllëshe me Kellin. Po, që ki rri vetëm për gjonë me këtë flasë në të shpi. Kesh anej one, edhe një një sen që së pëlqej. Do më thonë, ti the, a i duhet me mojtë përgjësi për mu, për ndjenat e mje që kom dajti. Jo, për veprimet e veta tash. Për veprimet e veta, dhe pse ndije mu... Për dashnin që kom unë dajtina. Po, du të me mojtë përgjësi. I kam thënë, unë nuk rash në dashuri me krevatin. Veç pak, a i du të me mojtë përgjësi që unë jam me dashur me në to, në regull. Ta shtë të bëj një pyetje ty. Nuk ishte ky kontekste, jo, si ishte, po gënjen, nuk ta lejoj më të gënjesh. Nuk ta lejoj më të gënjesh. I kam thënë, duhet të mbaj përgjegjësi, se pse ndihem unë sot kështu. Po të kry, po përveç të kry. A mund të përgjegjësi që unë s'po du, s'kam djenja? Pa tjetër. Ti më përgjegjësi? Po. Qysh më përgjegjësi ti që s'duane? Kur të mbarosh ti së folur, do të them unë. Se nuk dua, nuk bëj do dialog me ty se... Me ty najsan ma shumë. Ja, mbarove ti e kryve që të filloj të flasë dhe unë. Elvi, po shi e janë me qëllimin e qartë. Të lutem, e i vetëmi qëllim që kam ardhur është... Tënë ata lëtë, tënë ato sane, tënë ato zhatë për toke, ku meten për 9 ditë të shduken, nëse pas këtë doshë që ka shumë. Ka një dhomë rëfimi për të shfryrë, pa merak. Para teje nuk do qajmë. Kash. Okej, dhe në regu, se kam frikë se dhe hitësh prap nga muri. Kam frikë se kalon prap muri. Nëse filloj qaj prap, nuk duhet dalësh nga muri tjetër. Se boll jam akuzuar që ti kalon muret prej meje, dhe kam përku dhe fali që ti mos dalësh keq. Kash, hajde të vazhdojmë. Se gjatët murit e dim të dy. Vazhdojmë. Ashtë. Tani, Ledion, ajo çfarë unë kam shkruar, kam thënë, qofte edhe unë kam thënë ato gjë që kur kam qenë këtu, ja kam thënë disa herë dhe gjestit, që në këtë marrëdhënie që s'ka qenë kurrë në fakt një marrëdhënie, se nuk është konfirmuar asnjëherë dhe kur ka thënë atë ditë është dashura ime, e ka hedhur fill me njëherë poshtë
kur kemi shkuar te Stormi, ka qeshur dhe siç e pam te dhoma e rrëfimit me atë që më ka thënë, ka deklaruar dhe që ka për të... O ti, ajo konë të pjesë nishonit. Ka për të lutem, ato referate i kështë shkru që se ke po këton zhdukna, unë e s'kom më posë ratin, ti se ke po. Të lutem, e pash në Prime. Jo, ti e ke po në Prime, po ti kur e ke shkru ato ti se ke po. Ajo është e fundit. Ka ndodhur 100 të tjera para saj. Ti që ato postime që i ke bo, ti i ke bo që e ke po që shje dol jashtë me siguri. Edhe je dol ku me di posësive e keqe, tash po da morë mu këthy këtu nda i meje. Pse nuk po më lë të flas? Po jo, po të kam zëjt që Po bëj si Rozana dhe ti, se po jetje mënd Rozanës. Po nuk më ka thënë do diçka që ta mbroj me argument që jo. Pse ke bo të shkrume? Për shka se ke po që shke dol me siguri. Sepse publiku donte një reagim timin, donte një konfirmim të ndjesisë time dhe se si unë e shok të gjën. Dhe se si jam unë. Prandaj e kam për këtë reagimin, se i detyrohesha një tufe shumë të madhe njerëzi, se unë nuk mund të jap një informacion nga jashtë, po ta jap me që po ma kërkon me kaq insistim, po kërkoni një reagim timin, sepse unë dola nga shtëpia në atë gjendjen që dola. Tani, unë ta i reagimim ti kur të dalësh, mos unë nxito këtu, me gjatësi me dashuri, do dalësh nga kjo shtëpia dhe shikon të plot atë reagimin tim. Se unë nuk e kam shkruar dhe ta martu me vete, sot ta kisha dhënë. Të lutem. Të lutem, të kisha dashur, o gjeste, të lutem. Të kisha dashur, po mi pra, unë po them, koha i tregon gjitha, del jashtë dhe shikon atë reagimin. Veç mundesh me u qetësu, se e kam ndërgjegjen shumë të pastër se çfarë kam thënë taj reagimi. Ato dy fraza që ty t'u dhan ti shihet e ky reagimi, ty prej meje janë thënë në këtë shtëpi, her pas here. Tani, ajo që unë i kam thënë Kellit që parë më sjell rrjedhimisht e kjo që po them ty tani. Unë nuk rash në dashuri me krevatin. Unë nuk rash në dashuri. Të lutem. Unë nuk rash në dashuri me dikë që nuk më jep të asgjë mbrapsht. Unë rash në dashuri me dikë që më ka puthur. Po. Disa herë. Po. Më ka përshafuar. Po. Më ka thënë fraza të ndryshme që ti thot vetëm një partner, okej? Shka, po, e i dëshmeqit. Unë e mendoj, unë ty, po të shoh, edhe me një sy që unë nesër, a mune me pas këtë qik edhe gru nesër, me pas fëmimet të. Po, që, më faj, një sekund, të lutem. Amunet, jo muna, kom me bo me të fmi. Të lutem, Amunet, po pra, më ke thënë, unë e kam diçka, po kam nis me ndjet diçka, veç lem të mbritet kjo gjëja, se unë duhet i bëj të gjitha me një njeri, të lutem, prit, duhet i bëj të gjitha me një njeri, më ke thënë që të kuptoj është apo nuk është kjo, dhe unë madje, ndërkohë që jam një gocë që duhet të kisha thënë, se më t'je vendos të gjën, se kur bien dashuri me mua, s'do ti të biesh dashuri me mua, mendon ti që si kam unë kriteret që ti të bish dashuri me mua, të bësh 1, 2, 3, 5, 10 gjëra me mua dhe në fund të më thuash prap nuk të dua, po si ta kesh punën më djali dashur. Arsyeja pse nuk e kam bërë këtë gjën. Shpresa e vetme pse nuk e kam bërë këtë gjën. Si ka qenë duke menduar që okej, ai është për lojë këtu, ai po bën lojë këtu, fakti që po mi tregon me vepra, dashurie, të gjitha gjërat dhe në fund thot nuk të dua, mendoj që këtë nuk të dua, kjo është strategjia e lojës, të lutem. Vepra që më ka dzu dashnisën, a? Ti nuk më ke treguar mua vepra tash. Çfarë është ta puthësh dikë ashtu si më ke puthur ti mua në buzë? Çfarë është ta përqafosh dikë në krevat ashtu si më ke përqafuar ti mua? Ka dull, çka më bën? Më fal, çfarë është? Është përfitim. Është përfitim seksual, është përfitim loja apo është dashuri? Apo çfarë është? Kom dashtunë. Çfarë më bën? Ka rrjedh diçka më shumë. Ma ke treguar me vepra. Po me fjalë jo. Me fjalë nuk e hedhur për tokë. Ani çat pastaj për tokë. Po ti po më dashni apo? Unë e kam pranuar sepse kam thënë le të bëj lojën e ti. Kam thënë le ta bëj lojën e ti. Le ta mbaj unë gjithë shpinë përsipër në kurrizë me ofendime dhe denigrime. Po ta bëj lojën e ti, se ndoshta jashtë saj shtëpie do të thotë që për këtë e bëra gjithë të sakrificë, për veten, po unë ty të dua. Zotri nderuar, nëse nuk e do dikë mos e afro kurrë. Po ti mos u afro ti. Nëse nuk e do dikë mos e afro kurrë. Po më ke afruar ti. Po më ke lënë të kuptoj që më do. Më ke lënë me veprime ta kuptoj që më do. Dhe unë të kam besuar. Tani ti do që unë të të marrë repertorin, të marrë repertorin e gjithë gjërë dhe pse ta mdojmë, se sa herë që jam nërguar nuk më ke lërë rehat, jo, nuk kam qënë duke qaj, kam qënë për bukurit zotit, dhe madje më ke thënë, të lutem, mja bërë vërë, të lutem, më ke thënë edhe atje, po që ditëm që je mirë, gjese, kur unë jam nërguar,
ti më ke ardhur nga mbrapa. Edhe që ti kom su ke qajnë këtu, unë jam ai keqi. Sepse e dije që unë jam vulnerabël për balteje. Dhe në mos njerë, të dytën, të tretën, do vija prapë të ti, se e dije që ndihesha ashtu si ndihesha. Kash. A të që po flasë mër babë? Gjesti, po normal jam mër babë. A mendon se ti nuk ke dhënë asnjë shenjë, nuk e treguar asgjë që mund ta çonte Eglin të shpresonte për diçka më tepër? Na më puthi na puth. Po përveç puthjeve. Kena flajt, po diçka mi premtu, se diçka të modhe që shpe bë kjo kurrë në jetë. Jo, nuk e kam për premtime, kam për veprime që ti mund të kesh bërë që mund ta kenë çuar Eglin të mendojnë që shiko, se kjo gjëja mund të zhndërrohet në diçka. Po, nashta një prejke që ja kom bo, kjo ka menu që kena me bëth mi që aty për që aty s'kom fajone. Një prejke, po, pëse më të lutem, o gjeste, fiton më shumë respekt nëse nuk e thua këtë gjë. Jo, unë po të tham, jo t'i le respektin për ty, Gjesti, një prejke më gjesti, jo. Për ty, si e koncepton ti, do me thënë, qëfar duhet të ishte më shumë nga ana e një mashkull, nga ana jote, po themi në mënyrë që Egli të mendonte ato që po mendon? Direkt martes. Qa mi bo, vla? Se kuptoj fare që a i thënë. Po dhe? Jo, e kam fjallën, do me thënë, nga gjërat që ti ke bërë me Eglin, nga veprimet, nga qëndrimet, nga afrimiteti që ke patur me të. Baj në prerë, puth në qafe, puth në buzë, flin një krevate, preko e përqafo. Ato janë sane që janë po, okej, në regull, po ta shtë edhe mu më ka dosh, ashtu që edhe kësoja ka dosh, qa me bo? Atëherë qarë loj përfitimi është, pra? Po që pa përfitimi më nësë ko pos diçka ma thellë, ti ke pos diçka ma thellë, qa me bo? O, zotri nderuar, ti i bën të gjitha këto gjëra, ti i bën të gjitha këto gjëra dhe në fund thua nuk të dua. Oke? Dhe unë i ki largohem, të lutem, unë i ki largohem, me zjemi unë i ki largohem, dhe do të mos më, oke, ti në puntate unë punën time, pse nuk më lë në punën time pastaj? Pse nuk më lë në punën time? Pse nuk më lëti mua në punën time? Jo, nuk më ke lënë, po e kam patë gjithë që nuk më ke lënë. Nuk më ke lënë, kam dash të hap dyert, nuk më ke lënë të hap dyert. Kam dash të hap dyert tu, s'më ke lënë të hap dyert tu. Më ke ardhë me ullur të krevati. Më je këthyër ti mua. Kash. E kom thonë një herë, në qëtë shpi, edhe nëse nuk jena bashkë, në qëtë shpi, me të poto kojt, e unë e tu kesh nuk muj. Gjesi, nuk kam qënë duke qarë, janë sekuenca, ta hekit keqen, unë e bëj. Pa tjetër, falemderit shumë, e vlerësoj shumë, ta kam vlerësuar, i thash edhe Kellit që parë, më kam mbrojtur, am kam mbrojt a ideali mua në këtë shtëpi kur dikush më ka marrë astikun, kur dikush më ka bërë diçka, më ka thënë diçka, po e ka bërë, a e ka bërë për lojë, e ka bërë për njerëzillik, e ka bërë për diçka tjetër, e ka bërë, është kry, çdo sen, e ka bërë, nuk t'i hedh poshtu në gjërat. Këtu po flasim për diçka tjetër, dhe nuk po flasim, të lutem, nuk po flasim për momente kur unë kam qenë duke qarë. Po flasim për momente kur unë kam qenë në këmbë, njëre bukur, dhe të kërkoj ty, ti ndajmë gjërat, të hap derën, të vazhdoj dhe jetë tia ishte nuk më lë ta bëj. Pse nuk e mujt? S'ka mujt. Pse? Po kom prit më se të duhem këtu, të duhem. Jo, mos më duhesh. Po për çfarë? Po s'm duhesh për lojë. Po ditë kom thonë, çush fillim si jeton bën nervoz vëlla. Kom thonë çush fillim, nuk të kom për lojë, rrihet me ty, ke ndoshta me ty, çka më do? Për të më dashur nuk më do. Okej? Lojën tënde të lutem. Tash ti çama do me ne, ti çama me mirë, pra nuk e ndjenja e morën vesh i ku mbaroj. Ti vetë dush më largu se kom thonë ty. Ndjenja nuk e. Për lojë nuk më do. Po atëherë pse do të puthesh, përqafohesh, puthesh në buzë me mua, puthesh në qafë me mua, të më bash të prerë mua, të kesh me mua. Po e pas një diçka se të çam kros me ty me najt. Andaj, e di kush është puna, që jam unë një budallashe, që duke pritur ta ndash ti këtë gjë, e çova veten aty ku e çova. Unë e mbaj përgjegjësinë e gjës time. Unë e mbaj fajin tim. Po mbaj e vetë përgjegjësinë tënde, sepse unë ndjeva dhe vazhdoj të ndjehem unë kështu sot për balteje. Edhe pse jam sot duke punuar me mendjen, jo më me zemrën. Dhe nuk ta jap më atë kënaqësi. Nuk ta jap më atë kënaqësi. Si? Këtë ti kom bëj shtua? Jo, s'e ke bërë. Jo, nuk i ke bërë ti. I ka bërë ai banaku i Lori Kafes. Jo, ti nuk i ke bërë. Okej, po më lë këtë. Ti nuk i ke bërë. Unë po thash, po shit. Nuk i ke bërë ti. Për që e ardhë, po shit qartë, me qëfar qëllimi e ardhë me mu. Qa do të ndikosh njerëzit që po të sulmojnë? Po din që shje dalë, me siguri, e din vetën që shje jashtë, e dhe ja ardhë të më ma fut mu. Nuk të sulmoj dot, o gjeste. E di kush është sulm, me nxjerrë çdo gjë.
Unë nuk të sulmoj, unë nuk do të sulmoj asnjëherë. Po shpirt, ajo orë me ne që vetën, ajo orë me ne që moshë të që të mërë. Jo, unë kam ardhur këtu me dalë si goca që hyri para se të vijë ti në këtë shtëpi dhe para se të bija dashuri me ty. Në rregull, erdha për të dalë me dinjitet si të shyra në këtë shtëpi. Ka se nuk ta lejoj ty dhe as ty të më nxjerrë ndryshe nga kjo shtëpi. Vetëm për kaq. Dhe nuk jam marrë me ty në asnjë sekondë. Se tash përsillesh ndryshe masi që dole jashtë. Gjesti, nuk jam marrë. Masi dole jashtë tash përsillesh ndryshe. Pse? Qa ke po jashtë? Më falë vetëm një sekundë, po s'po më lë më buri dhe. Këtë bën gjithmonë. Po jenë ndryshe, Flet vër, mendon që i bën njerëzit beson atë që po thua ti dhe mos më let flas. Ju mi bo me besu, është çfarë ndodh. Fjala ime ka pesh. Hade pesha, unë nuk gënjej. Këtë ta them me siguri. Por të gënjy nuk gënjej, prandaj të flas për ballë. Kam thon shumë, po martu me ti. Unë të flas për ballë, nuk flas në përbanor tjerë. Kaq. Jo, në përbanor tërë me kellin, që ajtë shatu. Të lutem, nuk të flasin për sot, gjeste, përsa kam dhënë unë, aq ditë sa kam dhënë tu me ty. Nga goja ime në banor të tjerë në këtë shtëpi, ndërkohë që isha ashtu si isha, për ty kishte vetëm superlativa. Edhe ti jeti shumë mirë. Tani, ditën e fundit në këtë shtëpi, ditën para se unë të dilja, kam qenë me kellin atje të shkallët. Dhe i kam thënë kellit, për atë pamjen e shëmtuar që kam para të ditë aty me Rozanën, sepse është e shëmtuar për arsyen e vetme se nëse ishte një njeri në ato dy persona që vërtet i kishte ardhur dhe ti e di më mirë nga gjithë, që vërtet i ishte shkatruar totalisht, po të lutem po. Tani njëra ishte keq, tjetra ishte shkatruar. Njëra çfarë nuk keni thënë me njëri tjetrin në këtë shtëpi, çfarë nuk të ka denigruar, kurse tjetra mbajti gjithë njerëzit në kurriz kur të denigronin ty. Dhe ti, të lutem, ti zgjodhe që në një moment që unë isha bërë dyll e verdh dhe vjellja shkum, të lutem, zgjodhe të shkoje te Rozana dhe ti puthje sy dhe ti thoje ti, o Gjesti më lër të mbaroj, më lër të mbaroj, është mbrapa banjoja, është mbrapa kësaj skene, është mbrapa kësaj skene, banjoja, mos mashtroni publikatër, banjoja, nuk më lë të flas Ledion se e di që po tem diçka të vërtet, më lër të flas, tualeti është mbrapa asaj skene, të lutem, me qetësi, ndërkohë që ti më shikoje se si isha unë aty, kisha marrë Rozanën përballë dhe i thoje, ti nuk del prej shtuajt, se ti nuk e ke idenë sa, të lutem, pa bërë ndërhyrje. Ti nuk e ke idenë se sa e fort je, ti nuk e ke idenë se sa vlen ti, unë ti ha ato sy, këtu unë pa ty nuk ridot, e tjerë, që unë nuk ndërhyte kjo gjëja që ti ndjen për të. Po është hipokrite se si ti kishe përballë vajzën që në këtë shtëpi dha shpirtin për ty dhe ishte totalisht për tokë dhe shkatruar dhe e shikoje se si ishte dhe jepje zemër dikujt me cilën kishe thënë edhe fjalët e fundit ndaj njëri tjetrit në këtë shtëpi. Kur ti e dije shumë mirë, kur ti ke qenë i shkatruar, unë kam qenë te koka jote dhe te koka askujt tjetër këtu. Unë kam qenë gjithmonë te koka jote. Jo, nuk ishe. Nuk ishe. Gjeste. E ke te provë. Nëse këtu kishte një njeri në këtë shtëpi që mua mund të më jepte zemër në ato momente dhe mund të më bënte 5% më mirë në ato momente, ishe ti dhe ti nuk zgjodhe ta bëje. Asaj i the që ndrotu se ti e fort, ti mundesh, ti adel, ti ha syt, ta ha zemrën, kurse mua, po mua pse nuk dojmë më bënje. Se ti çfarë ke bë mua? Çfarë ke bë ti tonë? Çfarë të kam bërë? Çka? Të kuhen mas, nga kese modhe, koja atje, kur ma kishe thënë atë që do bëje 2 ditë përpara, kur 2 ditë përpara ma kishe thënë se që do bëje, aty, kur mua ma kishe thënë që do e bëje që të rrezikshme, dhe unë era këtu brenda, dhe për mos të të nxjerr, thash më fal Gjesti, ke qenë ti fajtori që ti e hedhur nga muri. Okej. Po të ledjen se po ta vesh Lisan, ledjen të fundit. Po, se më ka thonë një fjalë. Po. Çamiki. Ka qenë rënë 100%. Jo, po, tha kur momenti që deshta me dalun, tha ti ma bune mu, tha veç këto, faqe me kafe edhe del. Po, në regull. Tashti, nëse unë e Eglit, në gjendit të e pa Eglin, edhe disha urgjent që du të me dalë Egli, nëse unë e kisha thonë, remrena, hade këtu, e sene, e bohet mirë, tani unë e ishtë dosh me mojtë përgjësim vete. Nëse kësh ndodhë, në i sen ma kesh mrena. Çfarë se më keq do ndodh? Më keq sa zemër, ajo shkoi çaty, ajo s'pat ku më shkuti, do të më dal urgjent. Kusa na ke bërë edhe deri në vetvrasje na ke çuar që do bëj. Po e din më çfarë. Është vujtje e imja nga brenda ajo. Se po mbaja gjëra në kurriz
që nuk ishin përgjegjësia ime, se të kam dash mbi veten time. Këtu dhe të kam menduar dhe jashtë. Dhe kam pas mundësi, nëse do kisha qenë pak i vërtet, kam pas mundësi me i dal kundër edhe atyre që më kanë bërë kohë për ty. Atëre, për të sqaruar ca gjëra, Egli dhe Gjesti, për të sqaruar ca gjëra, Egli të të pyes, Gjesti, një moment të zjedh ty, se unë të kam thënë çerek fjale që ku Egli Gjesti, një moment. Çerek fjale nuk ta kam thënë. Egli, të pyes për disa gjëra për të sqaruar edhe për publiku. Nëse ti thuaj që unë e dija, se ma kishe thënë 2 ditë përpara që ti do të hidheshe nga muri, pse pastaj u panikose aq shumë në momentin që gjëja ndodhi? Jo që do hidhej nga muri, më ka thënë që duhet bëj një gjë të rrezikshme. Dhe thjesht i lidhe edhe nga muri situatën, po fakti kur kaloj murin, unë mendova okay, tani nuk do e fusin më në shtëpi. A je ndjerë ti e manipuluar nga Gjesti? Ledion, shiko, unë nuk dua t'i vë vetëm Gjestit përgjegjësi në këtë gjë, që t'jemi qartë. Jo, e kryve ti, të lutem një sekond. Ja, ti mi tha të nga zezat mu, ja, u kryim për zemra. Janë zezat me janë vërtetat, nuk janë zezat, nëse të vërtetat e tua, nëse të vërtetat e tua, nëse të vërtetat që ke bërë në këtë shtëpi janë të zeza, nuk është fare im, po janë vërtetat. Për shë qëllimin me qka je orë, pe di sakt, i sigur ti jënë që ti e ke pa vetën që shke dolesht e ka do më orë të do atë mirë dhe mirë. Që tash? Ja kam thënë. Që ka zamër? E sigur që me tokën tonë, zamër, me gëmë që pa ti, për 9 ditë, për 9 ditë, o të më dhim shpirti dhe mu, që shpo të dhëm shpirti ty, të dhim të shpirti ty, nuk të dhëm shpirti ty, nuk të dhëm shpirti. Roboti, vetë roboti, nasa, vetë roboti, nasa, bis ti paske shpirti e gli tako. Tani, Ledion, unë duhet flasë për gjën time. Ti, mrena nuk mund është marrë me ma futë mut, po t'kallëzoj, nuk mund është marrë me lytë viktime që që ke bo mas një mujë që ke pas anë tjallë. Vazhdoj akoma të ndjej. Ka me majtë përgjësi për ndjenjat e mija ndajtina. No, më nuk ndodhë kjo kërkun bëtë së shtu. Pa tjetër sepse më ke dhenë. Unë, ndaj ndjenjave të dzumit, po marim rastin, nuk mbaj asin përgjegjësi se ja kam prerë direkt me fikgjën. Edhe ti kom prerë zdu. Jo, nuk mi ke prerë. Ti më ke dhenë puthje, përqafime, prekje, fjetje, fjallë, premtime, etjere. Zotri nderuar, në kam besuar. Tani të lutem, o Ledion, nuk e di pse po preket Gjesti ka shumë sot, sepse unë këto fjallë ja kam thënë Gjestit edhe kur kam qenë brënda. Nëse mundesh, për gjithë veprimet që ka ndodhur midis njëri tjetrit. Unë nuk po them se më kam bajt me zor. Unë po them që e kam besu. Kur i ka bërë ato veprime, i ka marrë si një ndjenjë të sinqertë dhe fakti që thonë nuk të dua, e ka marrë si një lojë vetëm me banorët e tjerë. Nuk mund të jetë më i qartë se kaq. Po prandaj ta bëra pyetin ashtu. Pra, për sa kohë ti i beson dikujt i cili eventualisht del sa të takon ty që është duke gënjyer, automatikisht i bie të jetë manipulim. Prandaj them atë a je ndjerë manipuluar nga Gjesti. Po thuj të 100 zeza i ta Mund të përgjesh edhe me akoma nuk e di, se e di që kjo është një marrëdhënie që për sa kohë ka, ne kemi 30 minuta që me pasion juve debatoni. Dëgjoj Ledion, për mua është prapë shumë e vështirë të jem këtu. Dhe fakti që me Gjestin unë kam zgjedhur të qëndroj e tërhequr, të mos i flas, të mos ja kthej qoftë edhe ato, të lutem më Gjesti më lër të flas një fjali nga fillimi deri në fund. Po ç'ke vendosur ti ke ardhur duke më gjujt me lule, duke më gjujt kofës, duke kënduar nëpër kënd. Po lëri hajgare se nuk mund të bësh hajgare me këtë gjë që ka ndodhur ashtu si dola unë nga kjo shtëpi. Ti do të bësh hajgare. Unë futem dhe ti do të bësh hajgare. Nuk kalojnë gjitha gjërat në jetë me hajgare. Me lala nuk kalojnë gjitha gjërat në jetë. Të lutem, po në rregull më vlerësoj këtë gjën. Por mos kaloj gjëra me hajgare. Nëse do të mbash, nëse vërtet të intereson ajo qasja ime, të intereson se si unë ndjeva unë kur dola, gjitha me radhë, nuk bën hajgare. E vlerësoj që pret momentin e duhur. E vlerësoj që pret momentin e duhur. Dakor, atëherë më lër deri në fund të qetë. Më lër, jo me këto ngacmimet, mos i bëj ngacmimet, se ne të dy
Ne të dy, për hir të lutem. Ledion, po ndoket e në ta Jo, jam i bindur që po t'Julia... Edhe ky që bën tani është po manipulim. Jam i bindur që po t'Julia më gjatë, jam i bindur që do të vazhdonit, sepse keni shumë pikaj që akoma me të drejtë nuk bini dakord. Të lutem, ja do t'ja them të gjën këtu që mos kem nevojë që të bëj debate gjatë ditëve me Gjesten. Jo, Të lutem shumë. Veç pak. Të lutem, a do më lësh ta mbaroj vetëm një fjali pa më ndryrën. E kput atje, s'ki nevojë më thonë, e kput më është. Të lutem. Ledion, unë e kam dashur të djalin, vazhdoj të kem ndjenja, po kam zgjedhur të du veten time përpara dhe po punoj me trurin dhe jo me zemrën. Dhe në çdo moment që përpiqem të heq mendjen nga ato gjërat e bukura, kujtoj vetëm ato momentet, ato sekuencat që kam qenë aq keq sa kam qenë, që të më mbajnë stabil në këtë gjë që jam duke bërë tani dhe mos i zgënjej prap paktën prindrit e mi, prap nga e para dhe veten time. Okej, e kam shumë të vështirë. Kur ta kom thonë, Unë e kam dashur. Kam dashur t'i bëj ato gjëra që kam bërë, nuk më kam marrë të më lidhi me zor me zinxhir dhe kam zgjedhur vetë që ta besoja. E kuptova. Nga ana tjetër, kërkoj vetëm që kjo gjëja, domethënë, të mirë kuptohet dhe të mos ketë ai të vazhdoj punën e vet, unë punën time i kërkoj sërish ndjes që nuk e kam besuar kur ka thënë që nuk ndjen për mua, por kam besuar veprimet që ka bërë. Dëgjojmë Arbin dhe Nedën. Arber, po e nis me ty? Ledion, unë dua të bëj një analizë dhe kam dëshirën që të mos ndërpritem në mënyrë që të arrit të nxjerr atë që dua të them. Kam përshtypjen nuk kanë më fuqi dhe ata të flasin edhe si... Do t'i lutesha të gjej mirë kuptimin e tyre. Ledion, unë mendoj që Gjesti nuk ka se çfarë të sqaroj me Eglin. Gjesti shumë herë brenda shtëpisë ka thënë disa gjëra. Ka thënë që fillimisht nuk ndjej, më pas ka thënë që kam një ndjenjë fizike ndaj Eglit. Dhe njëkohësisht mendoj që në atë kohë Gjesti ishte në një udhkryq të madh. Kush ishte udhkryqi? Nuk duhet harruar që Gjesti është një banor brenda shtëpisë së Big Brotherit që ka gati 150 ditë brenda shtëpisë. Duke llogaritur edhe qëndrimin në Big Brother Kosova. Ka hyrë në 2023-shin, kur ka hyrë, është harru kur ka hyrë. 24, po. Si izoluar. Po e them në mënyrë metaforike. Po, e kuptova. Dhe udhkryqi ishte për dy gjëra. E para, kam një pëlqim fizik ndaj një vajze brenda shtëpisë, të paktën si e kam parë unë, dhe së dyti, dua të luaj dhe dua ta fitoj Big Brotherin. Dhe në këtë pikë, Gjesti nuk mund të mbante brenda lojës edhe ngarkesën që shpesh herë Egli shfaqte. Po mujt. Dhe kjo shpjegon disa nga sjelljet e tij për t'i treguar Eglit që duhet menaxhosh veten, sepse unë dua ta fitoj këtë lojë dhe nuk mund të t'jap 24 orë vëmendjen që në jetën normale i takon partnerës. Më ka quajtur kur partnere. Ta ka thënë disa herë që nuk ndjej, të ka thënë disa herë që kam një pëlqim fizik, nuk të ndërpreva, të lutem. Dhe madje edhe këtu në Prime kur është diskutuar kjo temë dhe unë ta kam ritheksuar, ti ke thënë që nuk më intereson, sepse do vit dita që do mdoj. Po. Kam besuar për jashtë se shtje, po kur kam parë deklaratë para se ty. Po pse më ndërpret? Unë s'të ndërpreva. Jo, një përgjigje ishte. Po s'të ndërpreva. Nuk ishte ndërprerje. S'ka problema, po nuk të ndërpreva. Tani, para 9 ditëve ishe dashuruar, të mirë kuptoj, dole. Tani rihyre brenda shtëpisë. Unë mendoj, duke ditur shumë mirë të gjithë faktorët që ti ke analizuar. Shiko, vazhdon të ketë ndjenja. Vazhdoj të ketë ndjenja. Vazhdoj të ketë ndjenja, po thjesht po vendos veten përpara. Po e kam thënë atë ku duhet thënë. Jo, e the edhe tani, pra, thjesht po zgjedh veten përpara, po jo se nuk kam më ndjenja. Patjetër, patjetër. Aq më tepër. Unë mendoj, duke analizuar të gjithë faktorët që ti del jashtë dhe analizon dhe mirë bën që ke vendosur të mbash qëndrime, unë mendoj, duke ditur të gjithë ecurinë dhe kohën e madhe që Gjestit që ka brenda shtëpisë, unë mendoj që Gjestit i takonte që ta merrje veç, të sqaroje disa pika. Po e kam thënë. Jo ti hedhësh smog. I kam thënë, jo. Sepse s'kom dosh me nuk ka dashur Gjeste. Orë për një 5 ditë kom dosh me dhon orë. Nuk ka dashur Gjesti, unë i kam thënë që sot nuk e gati. Kom dosh veç pak me ngacmu me shtime. I kam parë edhe kur i the Rozana si duhet i jap ca kohë. Po, e kom ngacmu që me shtime kesh. Po, e kam parë. Nëse e ke ndjekur unë i kam thënë që mund të sqaroj dhe mund të flasim që sot. Të pyes Gjesti, këtë e ke bërë nga frika se mos Egli sipas teje mund të rëndoj prap emocionalisht? Po.
Po, thesha, po kështë po duket pak si mirë, po haloj ko... Kërkoj që unë mendoj që ka qenë pak i trëmbur. Nga mënyra se si Egli hyrë, ka qenë pak i trëmbur dhe nuk ka... Pra, e gjeti Eglin me buzëqeshje dhe ta nuk po duaj që... Dhe mos harrojmë, duke qenë 9 ditë brenda shtëpisë dhe duke qenë se kemi të bëjmë një lojtar që ka 150 ditë brenda shtëpisë totore, çfarë po ndodh këtu, çfarë ka ndodhur jashtë. Pra, disi këy në lojën e Xhesit është si smog. Është si smog, sepse koha e gjatë e izolimit bën që nuk po justifikoj sjelljet se mendoj që Xhesi mund të kishte qenë edhe më korrekt në raport me Eglin, në gjithë narrativën e marrëdhënies së tyre. Patjetër, dhe këtë ja kam thënë edhe Xhesit, kur kërkesa ishte më e lartë se sa ajo që ti mund të ofroje. Ajo që unë mendoj është që, duke qenë se erdhe nga jashtë dhe pretendon që akoma ke ndjenja, unë mendoj që duhet të ekzistojë një lloj dashamirësie për t'i sqaruar ato pika që ti ke në udhkryq me personin që pretendon që e do. Të të bëj Arbër, të të bëj një pyetje. Që shta të shenë më Të të bëj një pyetje. Edhe për pjesën e... Kasha ditë se po më vendosje afatin e ditë. Për pjesën e asaj vajzës, që është përmendur, e cila ishte vajza që u shkrua në letër, edhe këtë pjesë ai e ka sqaruar. Ku ju thatë shkruaj letra. Të të bëj një pyetje. Nuk po flas për letrën në Arbër, nuk po flas për letrën. Po flas unë, Nisur nga e gjithë analiza që i bëre raportit të dyve. A e mendon ti që një raport dashurie romantika, po qënë si ka një raport i afërt i Xhesit me dikë tjetër, nga pikpamja, qëlloi ti ishte Egli, po mund të ishte kushdo, do ishte pengesë për të arritur qëllimin që ai ka në kokë, pra çmimin e madh? Po flet për raport romantik. Romantik, gjithmonë romantik. Varet sa e lartë, varet se sa e lartë. Sepse në këtë pikë i bie që atëre Xhesi është qasur ndaj Eglit për lojë, siç është mund të jetë qasur ndaj Rozanës apo tjetrit, dhe Egli mund ta ketë keq kuptuar lojën si diçka më tepër. Jo, unë nuk mendoj që është qasur për lojë. Unë po them, ka pasur një pëlqim fizik, e ka thënë me gojën e tij. Ka dashur që ky raport të marrë gjithë kohën e nevojshme për të ngritur në një fazë tjetër. Por në këtë kohë, kërkesa nga Egli ishte më e lartë, se sa i mund të ofronte sepse ka hyrë me fitu Big Brotherin. Pra qëllimi është një gjë tjetër. Dhe kur hyn për të fitu Big Brotherin, dhe lojtarët e zgjuar brenda lojës e dinë që nuk mjafton një raport që ti krijon me njëri brenda, por dinamikat dhe me banorë të tjerë brenda lojës. Nuk po shtrohet njeriu që të ka mbrojtur në këtë shtëpi duke shkuar duke i thuar gjithë të tjerëve që më bezdis, më bën këtë, më bën këtë. Është bërë padurishme tjetër. Dhe ti çfarë ke bërë? Dhe unë nuk kam shkuar kurrë të fyej askush më të mbroj si jam te njerëzit. Mendimi Egli, të lutem. Unë jam këtij mendimi. Mendoj që nuk dua fare të ngatrohem në analizën e marrëdhënies tuaj siç ka qenë. Do doja të përqendrohesha te analiza e marrëdhënies tuaj sot. Mënyrën se si unë e shoh, edhe ajo që unë perceptoj nga këtu. Mendoj që Egli në mënyrë absolute nuk ka hyrë për qëllime armiqësore kundrejt Xhesit dhe për këtë jam plotësisht e bindur. Gjithashtu jam plotësisht e bindur që pavarësisht të gjithë situatës dhe çdo dinamike që ka ndodhur mes jush të dy, unë mendoj Egli që Xhesi në rrafshin njerëzor askënd nuk ve përpara teje në atë shtëpi. Është një djalë që të respekton dhe është mirënjohës për çdo të mirë që ti i ke dhënë në këtë shtëpi. Uroj shumë, edhe deri diku pavarësisht nga kërkesës time e ndjej dhe jo më larg se çfarë kam përmendur kellet këtë gjën. Dhe unë mendoj që edhe ai e beson thellë që ti nuk je fare armiqësore ndaj atij. E di që e beson dhe e bën për gjë tjetër gjithë këtë gjën që bën, se ai e ka parë që nuk e kam sulmuar në asnjë moment. Për çka gjë tjetër? E vlerësoj shumë Xhesi, e vlerësoj shumë faktin që Egli i ka dhënë hapësirë që kur është kthyer në atë shtëpi, që të bëj vetë hapin, që e ke zbutur pak me buzëqeshje, që e ke zbutur pak me shaka, ke treguar vërtet burrni që i ke dhënë hapësirën e vet, madje dhe e ke mbrojtur kur të tjerët mund t'i kenë shkuar. Po, edhe Rozani si gjujtar që Dua të them një gjë. Nuk kalohet me një vajzë nga asgjë direkt në martesë, më kupton? Pra një puthje, një prekje, një ledhatim të fleturit bashkë janë sinjale dhe ti je i ndërgjegjshëm. Qesi e di shumë mirë Neda, po nuk. E di, po unë e kam thonë më vëlla. Jo, puls ka dhe ti je i ndërgjegjshëm për këtë. Tani, edhe i besoj Egli, e besoj ndjenjat e tua që ekzistojnë akoma.
të kuptoj shumë mirë kur thua që kam hyrë për të luajtur vetëm dhe ndjenjat i kam, sa sigurisht ndjenjat nuk ikin kështu për 9 ditë, sidomos ti e ke treguar në atë shtëpi që ke patur shumë ndjenja. Gjithashtu besoj që bëni shumë mirë që në këtë lojë bëni lojën, i qëndroni lojës dhe gjërat tuaja të marrëdhënies dashurore nëse një ditë mund ndodhi, mund të sqarohen jashtë. Po këtu brenda duket se kur po shkoni në drejtimin që do jeni miq, pse jo aleat, këto e dini ju se do ta quani, por për ta përmbyllur, Nida duket se po jep informacione nga jashtë. Bëhuni miq? Jo, duket them se kur po janë drejt një rrugë miqësore dhe jo dashurore në këtë drejtim. Kështu që e kuptoj që nuk ka asnjë lloj armiqësie. Nëse qëndron ajo që ti thua dhe ajo që thot Arbri, gjërat pastaj janë të qarta, halli është sa të qartë duan të jenë ata të dy. Arbri? Fal që ka hyrë për të nxjerrë gestin keq, për mua kjo është i qartë. Në 7 minuta tregon se si ka bërë skema për t'u hedhë nga muri, pra do ta nxjerrë mashtrues. Po nuk e nxjerrë mashtrues me Arbritazh, më thënë që do bëj një gjë të rrezikshme dhe unë Po për çfarë thuhet? Për ta nxjerrë mashtrues pra? Po jo mashtrues. Ore po nëse ka mashtrues. Okej, do ta e ke thënë për ta nxjerrë mirë. Nuk e nxjerrun se janë gjëra që këtu je me kamera. Në rregull, ti ke drejt. Vllai i madh, ju lutem regjia, më çoni pak në dhomën e gjumit që them banorëve që të kthehen në lidhje. Të dëgjuam Ledion. Faleminderit Rozana. Gjesti, a mund të bëj një pyetje para se të shkoj ke pika tjetër e skaletës? Po. Çfarë është Egli për ty në këto momente? Mbas gjithë të diskutimi atyre që atyre që kishin ndodhur jashtë e tjera me radhë. Si e shikon? Po nuk më fol hala me to se në san nuk shoh shumë e ftoftë me mua, nuk e di. Unë nuk besoj që ka në san me mua. Okej, qartë. Ti lutem banore janë në lidhje. Atëherë, ndërkohë që zini vend, do doja të flisnim pak tani në lidhje me një tjetër raport të asaj shtëpie që është ai mes Gjestit dhe Rozanës. Një raport i cili gjatë këtyre 87 ditëve ka patur vazhdimisht luhatje nga miq në kundërshtar në lojë. Në ditët e fundit, një tjetër ndodhi, po themi, ka ndikuar në raportin e të dyve. Diçka e cila perceptohet si një lloj skeme që është dashur të ndërtohet, ku përveç Gjestit dhe Rozanës, i përfshirë në mënyrë direkte apo indirekte, do ta sqarojmë mbas klipit,